Përshëndetje gjithëve dashur miq, mirë se vini në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Faleminderit që jeni duke ndjekur programin më të ri që merr startin sot për t'ju shoqëruar për gjatë gjithë sezonit mesnesh. Është një program i cili ju shoqëron çdo ditë nga e hëna në të premte, prej orës 13:20 deri në orën 15 për të sjellë tematika të ndryshme që kanë fokus aktualitetin. Çdo gjë që na shoqëron në përditshmërinë tonë, por nuk mungojnë personazhe, histori frymëzuese, lidhje të drejtë për drejta, çfarë nuk do të sjellim. Por pse mesnesh, Iva? Mesnesh sepse mesnesh ndodhin gjërat e bukura, mesnesh ndodhin edhe histori të trishta. Mesnesh ka personazhe magjik, mesnesh ka personazhe që janë rrëzuar, por kanë ditur të ringrihen. Dhe të gjithë këta do të jenë mesnesh për gjatë gjithë këtij sezoni. Në fakt këtu është e bukur Iva, sepse nganjëherë tregojmë të pavëmendshëm për gjërat që ndodhin përreth nesh, por me një vëmendje pak të shtuar mund të kuptojmë se e bukura, por nganjëherë dhe jo gjërat e bukura janë pikërisht këtu në mesin tonë dhe ne duhet t'i trajtojmë. Është si puna e lumturisë që presim nganjëherë atë lumturinë e madhe, por grimcat e vogla përbëjnë atë bukurinë e gjithë jetës sonë përditshme. Ndërkohë, do të kalojmë njëherë tek tema e parë, një temë e cila ka në fokus në fakt shantazhimin online ku viktima janë vajza të mitura. Rasti më i fundit është ai në Korçë, i shënuar vetëm para pak ditësh, ku dy vajza u ndaluan për arsye se shantazhonin bashkëmoshatarët e tyre me video dhe foto intime. Se çfarë ka ndodhur më saktësisht, do ndjekim fillimisht insertin, i cili do të na njohë me ngjarjen, e më pas do të kthehemi në studio për të pritur edhe miqtë tanë. Një së mbar. Shantazhet online janë bërë një kërcënim serioz për të rinjt në Shqipëri, duke shkaktuar pasoja të rënda psikologjike dhe sociale. Këto akte përfshin përdorimin e materialeve komprometuese për të kërcënuar ose implikuar viktimat, shpesh duke i detyruar ata të kryejnë veprime kundër vullnetit të tyre. Në fillim të shkurtit 2025, një faqe anonime në Instagram u bë makth i 10 adoleshenteve në Korçë. Kjo faqe publikonte foto dhe video me përmbajtje denigruese dhe pornografike të miturve, duke i ekspozuar ata ndaj bullizmit dhe turpërimit publik. Si pasojë, disa prej tyre tentuan vetvrasjen. Policia e Korçës në bashkëpunim me sektorin kundër krimit kibernetik nisi hetimet për identifikimin e administratorëve të faqes dhe personave të tjerë të përfshirë në shpërndarjen e këtyre materialeve. Një rast tjetër shqetësues, po i ngjashëm si ai i Korçës, u raportua në Fier, kur sërish disa adoleshente përdornin fotot dhe videot intime të adoleshenteve të tjera për t'i shantazhuar ato në publik. Për të luftuar shantazhet online, është thelbësore ndërgjegjësimi të rinjve për rreziqet e mundshme dhe edukimi i tyre mbi përdorimin e sigurt të internetit. Prindrit dhe mësuesit duhet të jenë vigjilent ndaj shenjave të stresit ose shqetësimit tek të miturit dhe t'i inkurajojnë ata të raportojnë çdo formë shantazhi. Gjithashtu, autoritetet duhet të forcojnë masat ligjore kundër krimeve kibernetike dhe të sigurojnë mbështetje psikologjike për viktimat. Vetëm përmes një përpjekje të përbashkët mund të krijojmë një mjedis online më të sigurt për fëmijët dhe adoleshentët tanë. Kënaqësi që mes nesh në studio sot janë tre të ftuar, por gjithashtu edhe njëri që do të na bashkohet përmes lidhjes Skype. Do të nis me njëherë prezantimin, është me ne Enida Hoxha. Përshëndetje Enida, mirë se vjen. Pedagoge dhe eksperte IT-s, Redon Meksi avokat, kënaqësi që jeni sot me ne. Dhe Suela Kuçibellini, aktiviste. Përshëndetje dhe mbare mirë. Faleminderit. Edhe uroj që të keni hyrë dhe ju me këmbën e djathtë sot, ë? Ashtu. Me këmbë bardhë. Një gjë është pak, por e sigurt që kemi një panel shumë të mirë, se për sa i takon vlerave profesionale nuk i diskutojmë fare, por edhe të pashëm. Kështu që televizioni i kohëve të sotme i do. E do dhe këtë pjesë, që jemi shumë të lumtur. Kënaqësi që jeni sot me ne, gjithashtu bashkohet në një lidhje Skype edhe Xhensil Shkëmbi, gazetar i cili ndodhet në qytetin e Korçës. Xhensil, përshëndetje. Kënaqësi që je sot me ne. Edhe Xhensili madje ka qenë ndër të përshëndetje Xhensil. Faleminderit, edhe herën tjetër të presim ti në studio. Megjithatë, sot na bashkohesh nga qyteti i Korçës. Xhensili në fakt ka qenë ndër të parët gazetar i cili edhe ka bërë me dije rastin. Xhensil, të lutem më thuaj se si re në dijeni të këtij rasti, a ka qenë ky rasti i parë në qytetin e Korçës apo ka pasur edhe raste të tjera? Fillimisht me lejoni që të uroj suksese, janë emisione të tilla dhe kur e nisin në filloj forme tregojmë që emisione të tilla ka nevojë Shqipëria për të dëgjuar, sepse jemi lodhur me politikën, jemi lodhur me krimin dhe nuk jemi lodhur për të marrë me veten tonë. Ose të paktën mbase është lodhur media, por nuk është lodhur një energjia themi ne në Korçë. Kështu që shumë urime dhe shumë burrje për ju që nisni me një temë të tillë. Faleminderit. Unë jam
kalova posaçërisht për të bërë një raportim të shkurtër me ju, do më lejoni fakt vetëm disa minuta për të bërë një raportim se çfarë ka ndodhur. Nuk është rasti i parë, është rasti i tretë në qytetin e Korçës. Fillimisht ka qenë një rast në vitin 2021, një tjetër rast në vitin 2023 dhe rasti i fundit i dy vajzave në vitin 2025. Nga viti 2023 kemi pasur 24 çifte të ndara, kemi pasur plagosje, kemi pasur shantazhe, kemi pasur tentativa për vetvrasje, për shkak të asaj që ka ndodhur. Dy autorët e faqeve të para nuk u kapën sepse nuk u mediatizuar, u mediatizuar rasti i vitit që jemi duke jetuar dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me ta, edhe se ka pasur denotime të një pas njërshme. Në 2025, disa vajza të cilat të kontaktuan me televizionin ku punoj për të treguar se cilin që ato flishin, vajza minorena, të cilave herë duhet të vendosin shpallje, herë jo, për shkak të nevojës së pavetdijes, të ndërguar foto dhe video, nuk do drejtuar të dashurve të tyre, drejtuar atyre të djemve të tyre të komunikoni dhe djemë të cilët i shallazhonin për të kryer marrëdhënie seksuale, në rast ato nuk e bënin, do u apostonin. Në moment të aktuar, dy vajza, pra, dy autore, sepse nuk dihen se kush ishin autoret, hapet një faqe me një emër denigrues, të cilin nuk ka vlerë ta përdor sepse është titull me. Po, absolutisht, po. Gjithë qytetarët që mund të aksesonin aty, ajo që ka të vjen keq është se informacioni nuk është se kishin një tip bruton nga vetja e tyre, po ishin vetë disa prej të rinjve, qytetarëve, njerëzve të cilët klikonin atë llogari Instagrami dhe u jep një foto, u jep një video, u jep një informacione, era herës të vërteta dhe era herës jo, për të shantazhuar të rinj, minorenë kryesisht, por edhe të ndryshme. U bë publike rasti, kam jo vetëm unë, por disa televizore, disa qytetarë të Korçës kanë publikuar. Çfarë moshe kishin, Gjensil, çfarë moshe kishin vajzat për të kuptuar pak që sa prezent është ky fenomen edhe tek të miturit, tek adoleshentët. Dy vajzat që kishin hapur këtë llogari, çfarë moshe kishin? Të dyja vajzat kanë qenë njëra e moshës 7 vjeçare dhe njëra e moshës 9 vjeçare. Ajo që të vjen përsëri keq është se dikur kanë qenë pre vetë bullizimit, kanë qenë viktima vetë të shantazhave online dhe me sa duket një akmarrje në rrogos, në forza, ka dashur këto dy vajzat duke publikuar këtu informacione të gënjeshtra, informacione ku bënin që të mblesin dhe bashkëmoshatarët e tyre. E di çfarë më bën përshtypje, Gjensil, ajo që më bëri përshtypje gjatë raportimit tënd është fakti që vajzat të cilat kanë qenë viktimë të këtyre postimeve janë adresuar në televizion dhe jo tek autoritetet. Çfarë ndodh atje në Korçë? Pse ndodh kështu, pra që besojnë tek televizioni dhe nuk shkuan të bëjnë një denoncim, apo nuk kanë marrë përgjigje nga denoncimi më pas kanë shkuar ta bëjnë publik në televizion? I dashur nuk e ke rastin ndryshe në Tiranë, nuk e ke rastin ndryshe në Fier, nuk e ke rastin ndryshe as në Ballë, edhe as në Kukës. Si ditë sot në Kurshafër përsëri një faqe denigruese. Policia që duhet vlerësuar në rastin e Korçës se ka marrë masa të menjëhershme në bashkëpunim me kompaninë Meta për të lokalizuar IT-n ku ishte hapur kjo faqe, por duhet të kuptojmë që policia nuk ka një sektor për sa i përket krimeve kibernetike në për 11 drejtori të çarkeve të ndryshme, ka vetëm një sektor në Tiranë dhe që vajzat bëhet denoncimi dhe mund të delegohet. Duhet të marrin përsipër atë pjesën e paraqytimit, duhet të marrin përsipër gjithë gjërat e tjera dhe në momentin kur kontaktojnë me gazetarin, përveç se nuk dalin me fytyrë, sepse dalin me kuris, nuk marrin përsipër edhe atë pjesën e fajt, atë paraqytimin e komunitetit, nuk kontaktojnë me prindërit e tyre, sepse kjo është një problem zinxhiri i nderuar, nuk është një problem i cili vjen thjesht nga një foto. Kjo ka të bëjë me mosbesimin tek shkolla, ka të bëjë me mosbesimin tek psikologja, ka të bëjë me mosbesimin tek instancët gjyqtare, ka të bëjë me mosbesimin tek policia, ka të bëjë me mos investimin e gjykatave, e prokurorive, për ta këtyre çështjeve. Ato dy vajza të cilat sot flasin janë të mira, njëra është në miktyrie Po pra, Gjensil, më dëgjon? Gjensil, më dëgjon, atëherë doja të theksoja që vajzat në fakt tani më janë të lira, pra u hetuan fillimisht dhe më pas tani janë në gjendje të lirë. A bën kjo që edhe vajzat të tjera më të vogla, të cilat mund të qenë pjesë e këtyre shantazhimeve, kur shohin që bashkëmoshatarët e tyre kanë shkuar, kanë denoncuar rastin tek psikologu, tek prindrit, tek instancat më të larta, dhe në fund autorët që në fakt dëmi i cili kanë bërë kanë qenë shumë i madh enden të lira, çfarë duhet mendojnë, çfarë duhet bëjnë, cili është hapi?
A është kjo ndoshta një prej arsyeve që ndodhemi në situata përsëritëse hera herës? Për të qenë sinqert, qëllimi im nuk ishte që të burgosesin ato vajza, dhe atë në gjigji, qëllimi im ishte për të treguar gjithë atyre që kanë ndërmend për të hapur një faqe denigruese për një vajzë, për një djalë, për një familje, për një qytet të tërë, për një komunitet të tërë, të mos mendojnë se janë më të mbrojtur mbrapa një transfiere, mbrapa një kompjuteri e mbrapa një telefoni. Qëllimi im si gazetar u arrit, qëllimi im si media u arrit për të treguar gjithëve se askush nuk është i mbrojtur, se nuk mund të vesh atë vellon e paturësisë, atë vellon e një personi tjetër, e një personi të dytë mund të doj për mua, për ty, apo për çdo tjetër. Qëllimi im për të pa u marrë me ato dy vajza, qëllimi im u arrit dhe qëllimi gjithë ne u arrit sepse i kemi treguar të gjithëve se tani më vajzat janë të mbrojtura. Mbase televizioni era herës në Shqipëri ka pasur ato ulje vitet e veta, televizionet në Shqipëri era herës nuk janë afër problemeve dhe halleve të përditshme të njerëzve, po ja ku jemi ju, një emisioni i ri, ja ku jam unë, ja ku është një gazetar tjetër, të cilë tregojmë se jo vetëm ne për të hequr atë çasta të modestimi, jemi afër njerëzve, po për të treguar se kemi fuqi. Kemi fuqi për të ndëshkuar aty që duhet ndëshkuar. Dhe në fund të ditës, ato dy vajzat, ato 2000 vajzat të tjera, apo 2000 djemë të cilët kanë hapur sot faqe në Fier, faqe në Ballsë, sot faqe në Kukës, apo ata të tjerë që cilën nëve personalisme, njerëz të tjerë, duhet të kuptojnë se nuk janë më të mbrojtur nga një tasjer. Duhet të kuptojnë se ka një sektor të krijuar të fundmi në drejtorin mendore të politikës së Tiranës, edhe në drejtorin e përgjithshme, të cilën në bashkëpunim me Facebookun, me Instagramin, me TikTokun, mund të gjejnë një qirë se ti ku je. Nëpërmjet wireless që ke hapur, nëpërmjet 3G, 4G që ke hapur, nëpërmjet IP-s të telefonit, e vare mirë, nëse ti ke kryer një krim, nuk do gjejnë rëndësi. Pra, ne nuk duam që ato vajzat ti murrosin, ne nuk duam që ato vajzat ti vrasin, ne nuk duam që ato vajzat ti burgosin. As nuk e tham. Ato janë vajzat të pikut, ato janë nesër do bëhen nëna të pikut, ato vajza nesër do jenë pjesë të komunitetit, dhe ne nuk duam që thjesht të ndryshkojmë, ne duam të rehabilitojmë. Ne duam të vjerim njerëz të mirë të komunitetit. Ne duam që të kuptojnë gabimet e tyre dhe ne duam që nesër kur të dalin, të jenë shembull jo vetëm një shkueshmëri mediatike, ligjore komunitare, por nesër ato të mësojnë vajzat e tyre, të mësojnë djemtë e tyre, të mësojnë komshinë e tyre, të mësojnë prindërit e tyre se televizioni ka fuqi, se policia ka fuqi, se e drejta ka fuqi. Tu bazohet diskutimi se nëse i marrim të gjëra që bojnë për t'i burgosur dhe themi që shiko se ne jam të qëllimit, ai burgosi, këtu nuk kondotojmë shoqëri të shëndetshme. Në rastin e themi se po, përderisa po e bëjmë këtë emision të rëndësishëm sot për të folur për këtë tematikë, për këtë situatë, për gjithçka tjetër, po u themi të gjithëve që shiko se nuk është më dalu dek se ka ndek, nuk është hapi mucho më në këtë vend, por në këtë vend funksionon edhe ligji edhe drejta edhe absolutisht. Prandaj jemi dhe në studio me një panel gjithë përfshirës për t'i prekur të gjitha anët dhe do doja, Xhensil, nëse do kishe mundësi të vijoj, qëndroje me ne për ndonjë ngacmim që mund të kesh, të lutem, nëse ke ndonjë ngacmim, sa do pak, nëse jo pastaj, se e di që është nga rendja, është ora e ditës ku puna është në kulm. Nuk e di, në mund të qëndrosh apo duhet përshëndetemi? Unë duhet të përshëndes. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit, e shohim. Faleminderit, e vlerësojmë shumë. Faleminderit të përshëndesim. Faleminderit edhe uroj të të kemi sërish pranë. Ndërkohë zonja, zonja Koçibelli. Atë bisedën që besoj të gjithë ne po presim për të dhënë këndvështrimet edhe të ftuarit. Suela, unë duhet ta nis me ju, duket sikur flasim gjithmonë më shumë për të rinjt, për mënyrën se si duhet i sensibilizojmë atë, për kujdesin që duhet kenë edhe ndaj rrjeteve sociale dhe mënyrën se si ata ekspozohen, por duket sikur janë raste të përsëritura ku gabohet gjithmonë, ku dhuna, bullizimi, denigrimi i vajzave, por gjithashtu edhe i djemve është i pranishëm. Çfarë po ndodh me të rinjt sot? E para, vlerësoj patjetër Xhensilin për mënyrën se si ai e sjell me patos situatën, sepse është e rëndësishme të tregojmë që të rinjt flasin me emocione për të rinjt dhe për ndërgjegjësimin që ka si i ri në lidhje me këtë temë, që është realisht një problematikë shumë e madhe që ne kemi folur dhe në studio të ngjashme me njëri tjetrin, se sa problematikë kemi sot me këta të rinj që po ndodhen dhe po bien prej situatave të tilla abuzuese në mediat sociale. Xhensili solli disa këndvështrime që kanë të bëjnë me ata nuk besojnë te prindja, ata nuk besojnë te psikologu, po kemi një nevojë shumë të domosdoshme të fillojmë të mësojmë fëmijët tanë përgjegjësinë e tyre.
Më thënë, ne nuk besojmë të prindët e psikologët, po ndërkohë i dërgojmë fotografi nudo të dashurit që e gjetëm dje dhe e lem nesër, po tash ja ti themi ca gjëra. Pra do me thënë, neve po i lem fëmijën ta në ditë të hallit, sepse nuk po ja themi ndoshta si prindër në kohën e dur, ti themi shiko, nëse do dërgosh fotografi nudo dikush që ta kërkon, nuk të don. Nuk është ajo dashuria për i dërguar fotografi nudo ti në celular. Të mendosh që janë vajza të reja, fare të reja, 12-13 vjeç. Dhe duke e pranuar këtë dhe prindit ka nevojë sot të pranojnë sa më herë tjetë mundur këtë rrisë që mund të ndodhi fëmijëve ty dhe të mendojnë gjithmonë që shiko kjo s'do i ndodhi fëmijës tim, do t'i ndodhi dhe fëmijës tënd. Kështu që sepse ne po e çojmë motutje, a kemi ne nevojë të reagojmë fort dhe fillojmë të kuptojmë edhe një herë që edhe fëmijët tanë, megjithëse janë fëmijë, kanë nevojë të mësojnë përgjegjësitë e tyre. Dhe përgjithësisht mësohen që në moshën sa më herë të mundur, por pastaj sipas raportit me situatën e caktuar. Pa, e kemi këto prindër, zonja Koçebellin, kaq të mirë informuar që ta bëjnë këtë gjë, pra mos mendojmë vetëm familjet në Tiranë, po në Korçë apo në qytetet e tjera që nuk e kuptojnë rrezikun, nuk e kuptojnë që fëmia ka TikTokun edhe WhatsAppin në telefon. Sot është pikërisht kjo, që të krijojmë ndoshta një rrugë më të mirë dhe më të fortë bashkëpunimi mes prindit dhe fëmijës, dhe mos t'ia lëmë rastësisht. Pra ky prindi ndoshta nuk është informuar, por tani që po dëgjon, po kupton që ky është një rrisë që i vjen të fëmijës së vet, e cila dashurohet moshën 13 vjeçare, sepse 13 vjeçare edhe ti ndizet ai alarmi me gjithçka. Dhe nuk është dashuria nëse ti dërgon dikujt fotografi nudo në celular. Sepse kështu nuk është dashuria. Pra ti ke nevojë të njohësh të person, ke nevojë të kesh një besim i cili ndonë edhe mbas 20 vitesh ndodh që thyhet si besim. Leje pastaj në vitet e para. Kështu që ja ku e ngrem dhe një herë atë lloj përgjegjësie që ne duhet ta forcojmë mes fëmijës dhe prindit, sepse na ka dështuar, kemi prindë të cilët thonë nuk kam çfarë i bëj më fëmijës tim. Edhe nuk janë të pakta rastet, që prindrit dorëzohen dhe nuk ka dhe janë të shumta raste. Gjë më të keqe pastaj. Hajde ta ngrem dhe një herë nga fillimi pikërisht te kjo gjëja, që pastaj dhe ky fëmijë mos thotë s'ma tha kush. Një problem gjithashtu edhe me shoqërinë, sepse në rastin e Korçës, nëse do i referohemi, ishin miqt edhe shokët e vajzave të cilat janë denigruar apo janë shantazhuar në këtë rast, që kanë çuar foto dhe materiale të ndryshme tek faqja. Ktu jemi pastaj tek një patjetër. Ktu pastaj jemi tek një dëmtim tjetër shoqëror, që ne po e shohim gjithkohën më tepër sot, paktën me këto vitet e fundit. Raporte shoqërore të cilat sociale po kthehet në ushqim pa kuptuar sepse. Pra duan ata të kenë një lloj vëmendje pa kuptuar dëmin që bëjnë. Po edhe kjo është mungesë përgjegjësie këtyre fëmijëve të tjerë. Që nuk po i shpjegojmë sa ç'duhet, o nuk po ja themi sa herë duhet që shiko. Kjo është e dëmshme. A do doje të ndodhte ty? Nuk do donin. Domethënë ata të gjithë kanë gjetur një mekanizëm mbrojtës për veten e tyre. Dhe tashmë janë gjetur 2 viktima, 3, 5 viktima, të cilave i bie. Kjo është e dëmshme dhe ju ka të bëjë patjetër me psikikën e fëmijës, se si ata ndodhen sot në këtë lloj vorbulle, që ndonjëherë bëhen pjesë të tërës vetëm për të luajtur ose për të hedhur në vallen siç e hedhin gjithë të tjerët, pa kuptuar dëmin që shkaktojnë tek këto vajza të cilat ka pasur raste vetvrasje, mbyllen, ka rregullime patjetër të sjelljes së tyre, që po prapë nuk vjen re nga prindërit e tyre, pa hequr këtu barrën e shkollës. Qartë. Sepse patjetër ata kanë pjesën e tyre të përgjegjësisë. Po nëse shkojmë për te familjes, edhe nëse shkojmë edhe për te shkollës, avokat, si duhet ligji të sillet me minorenët, janë 14 vjeç dhe bëjnë vepra të tilla. Ajo që po lexoj një lukuni komentesh që si janë lënë të lira këto vajza, të dënohen, sepse shohin atë dëmin që ka shkaktuar, po nga ana tjetër kemi të bëjmë me të mitura. Shko, të ishin 17 dhe 19 vjeçare. 19 vjeçare ka përgjegjësi plot penale. 17 vjeçare ka gjys për gjys dënimin. 14 ishte rasti tjetër, akoma më vogël në moshë. Vajzat që kishin faqe. Ato mund të jenë të lira, por sepse s'ka mbaruar gjykimi, është faza paraprake, pra ato nuk kanë mas siguria rres me burg. Dhe kjo është gjë normale, sepse risku që ato të përsërisin një vepër, të prishin provat apo të largohen është shumë i vogël. Pra që të mbash dika rres me burg, do të kesh një nga këto 3 riskje. Pra që të prishi provat, të largohet nga shqipjet, të aratiset, apo dhe të kryej vepra tjera penale. Besoj kanë të vogël. Problemi këtu që ndronë, po njësoj mendoj dhe unë, tek shoqëria në fund, edhe tek arsimi, kryesore në shkollat që kemi, do thënë që nuk edukohen, dhe tek mungesa e dijes fëmijëve se sa pasojë do i vinë nga pas nga këto që bëjnë, nga veprimet e tyre, do secili të shohin vetë që janë dhëna personale, nuk shpërndahen. Ne shqiptarët kemi diçka, ne shpërndajmë dhënat personale në çdo cep të mundshëm të internetit. Pra po të shohësh online, ne mund gjejmë sot adresën tënde, numrin e telefonit, çdo gjë personale ne sot i kemi online, përveç se sumeve të akshit që janë bërë, që shtojnë dhe këto. Ne do të mësojmë që dhënat personale nuk shpërndahen, qofshin dhe foto apo dhe dhënat të thjeshta. Kemi mungesa ligjore, bota i ka më tegra sot ligjet se neve. Për rasti konkret, për shembull, këto janë mund të quhen pornografi, pornografitë me të fëmijët dënohen deri në 10 vjet burg, shpërndarja e tyre. Nuk është pak. Shkaktimi vetvrasjes apo tentativës vetvrasjes dënohet deri në 7 vjet burg. Pra nuk është pak. Pra kanë vepra penale që vjen, ndërhyrjen në jetën private deri në 2 vjet burg,
ka disa nene që merren, edhe për bullizimin e thjesht kanë nene, do të thënë për materiale ksenofobike, raciste, etj. Në përditshmërinë tuaj, avokat, a ka raste të tilla që vinë dhe denoncohen, sepse ne duket sigurisht një herë këto bëhen publike vetëm në momentin që dalin në media apo në portale të ndryshme, çfarë ndodh? Shiko, është vështirë shumë të denoncosh të rast, dhe personin që i ndodh. Pra, ka dhe, që ta di dhe publiku, ka dhe formë tjetër që është dhe paditja civile, pra do me që më ka shkaktuar mua duke më nxjerrë këtë imazh, unë do vi do të marr para derisa të vdesësh në fund jetës. Pra njerëzit do të dinë që ka dhe rrugën penale, ka dhe civile. Po. Po, ka prish dhe shëndetin më në fund fare. Po. Është, ka forma, tu duhet shteti ndërhyjë më shumë. Ana tjetër është se kjo është shpesh kur ne flasim shteti duhet ndërhyjë më shumë, shteti fillon censurën nga pas, përfiton nga kjo gjë, se vjen dhe e kundërta, si rasti TikTokut, që dole jo se duan prindër, ata mbyllin TikTokun. Aman avokat me pasoja që laj TikToku tani nuk ka ndonjë që ndoshta në ekstremitetin e mbylljes, po kur sheh që filtrat nuk funksionojnë, hajde t'i japim një zgjidhje se po ikin fëmijët. Ne kemi marrëveshje me TikTokun që nga prilli 2024. E ka ama marrëveshjen. Ka filluar funksionimi i platformës tyre për të hequr videot, e ke faqe amës, po të hapësh, ti çon linkun, e kontrollon dhe e heq. Që ditë e para ama bën të reklam që 500 video i hoqën në 2 ditë. Po. Pra, do të thënë ka funksionuar, nuk është se nuk funksionon. Puna është që ne do të shkojmë të ankohemi atje. Gjithashtu kemi metën marrëveshje. Pra, kemi rrugën ligjore dhe mënyrën efektive për t'i hequr këto video apo për t'i gjetur kush është shpërndarë etj. A do ta bëjmë? Kjo varet nga individi. Për mua është më shumë edukimi se sa pjesa e pasojës. Se dalim pastaj edhe në një argument tjetër për të marrë edhe një qasje të zonjës Hoxha, sepse siç pyeta dhe avokatin. Kemi edhe raste të shantazheve nga 13 dhe 14 vjeçar që përmenda më herët, 17-19 rasti i Korçës. Ajo që më bën përshtypje është qasja dhe lehtësia që kanë për të patur të gjitha këto rrjete sociale, për të naviguar lehtësisht tek këto pa një kontroll nga ana e prindërve. 500 video për 2 ditë raportoi ama, do të thotë që është vetëm maja e icebergut, s'kemi para asgjë akoma. Çfarë ndodh në Rogoz? Kemi një problem, zonja Hoxha, me mikrofonin tuaj, kështu që shumë shpejt do ta ndrejshim dhe do të rikthehemi tek ju. Mbajini mend atë që po thoni. Suela, ju keni vajzë vetë. Po, kam 2. 2 vajza. Si është marrëdhënia, çfarë u thua në raport me të gjithë këtë ekspozim që vajzat po dhe djemtë kanë në rrjetet sociale? Duhet të jem shumë sinqert. Unë kam thënë të vërtetën. Domethënë këndvështrimin e një prindi me vajzat në moshë. Po të gjetë unë të kundërtën, pastaj do binte çfarë gjë që unë them. Domethënë me ti me bija, ajo bën 14 vjeç, dhe unë i kam thënë, mami, nëse ndodh që dashuria dikush të kërkon një foto private, nuk të don, mam. Domethënë jam munduar t'i shpjegoj të gjitha frikrat e mundshme, po për t'ia thënë edhe thjesht, mund të ndodhë edhe ty nesër, është bukur, je gocë bukur, do të pëlqej dikush, është shumë këndshëm, ma trego dhe mua. Ma trego dhe mua kush është ky personi, ta di dhe unë, po ti duhet jesh ftuese me fëmijën tënd. Pastaj mami shiko çka ka ndodhur, një fëmijë ka ndodhur kështu, kësaj vajzë tjetër ka ndodhur, pra duhet japësh shumë konkret që fëmia ta perceptoj. Pastaj fëmia duhet të hapet dhe thotë, shiko mami, se në klasën time, në shkollën time ndodhi kjo. Po funksionon zonja Koçebelli, pra përdor një mesazh që funksionon. Pra komunikimi është aja, po sa dëgjon fëmia duke qenë në klasë me 30 fëmijë të tjerë që bëjnë këtë gjë. Po jo, fëmijët bëhen selektiv, se jo gjithë fëmijët bëjnë njësoj. Po, pra domethënë 30 klasë andodh që të dëgjojë një adoleshent. Nëse ka 70 vajza shkolla, nuk e bëjnë të 70-ta. Pra ka gjithmonë një kontingjent që është pak grup risku, për arsye të situatës së tyre familjare, për arsye. Po pra janë. Tani, a do funksionojnë, nuk e di, këtë do të tregoj koha. Unë kam për detyrë si prind të bëj më të mirën time. Dhe më mira ime është t'i tregoj se çfarë është rruga që e gjen mbrapa, të parashikoj ato që mund t'i ndodhe sa në moshën 14 vjeçare, se kam qenë dhe vetë 14 vjeç, nuk mund ta harroj, të kuptoj që ka ndryshuar koha, ti sjell në paketë të përmbledhur, jo për ta tmerruar, po për t'i treguar se ky është hapi i dytë, mami, dhe ti ke nevojë të jesh pak më racionale, të kuptosh të marrësh vendime, dhe kjo është detyra jonë si prind. Ti tregojnë fëmijës tonë që nëse hap këtë derën, kjo të ndodh. Por ti duhet ta dish, pastaj është vendimi jot. Që ti të mos vish më tek unë si fëmijë dhe të më thuash, mam, ti s'ma the asnjëherë. Se ky është problemi me fëmijët, të cilët thonë nuk s'komunikoj me prindin tim. Por të komunikimi duhet të nisë në moshë të hershme, sepse ti nuk mund të presësh nuk nis në moshën 14 vjeç. Shumë vonë. 12 apo 13 vjeç. Po nis në barkun e mamit, tash mos të kthejmë tutje, sepse nis në barkun e mamit, nis kur ti e ushqen apo i ndron pelinat në veçëli dhe i shpjegon se çfarë po bën, nis në vitet e para tjetër, duke i treguar dhe problemet që ke ti si prind.
që mami unë kam të problem, si mund të më ndihmosh, pra duhet të jesh dhe ftues si prind, që fëmija të kuptoj që mund t'japi kontribut të këti. Po prindërit që janë gjithë ditën në punë, zonja Koçebellin, janë me 2-3 punë të angazhuar, nuk kanë kohë, dhe ose nuk kanë kohë se gjenë si justifikim për realisht, ndoshta nuk kanë kohë. Nga ana tjetër, formimi, edukimi, shkollimi i prindërve që ndoshta jo gjithë e kuptojnë rëndësinë e komunikimit, çfarë ndodh me ta? Nuk e justifikoj, Andit, ma thuar sa duash ti mua këto, unë nuk e justifikoj, edhe unë jam punë. 2 punë deri në 3 bëj dhe unë, pra nuk ka lidhje. Unë do e gjej kohën që të flas me vajzën time, 10 minuta, 20 minuta, 30 minuta, cilësore, kur shoh një lajm që ka ndodhur, për ta pyetur çfarë ka ndodhur në shkollë, pra do e gjej kohën. Siç do gjesh kohën duke gatuar, duke bërë drekën, se do e gjesh kohën, mundesh edhe në atë moment ta ftosh të gatuash bashkë, se po bëj një shembull që mund të jetë shumë i zakonshëm. Fëmia s'ka dëshirë të gatuaj, mund të lajë enët, mund të bëj diçka tjetër në këtë moshë të paktën, dhe ti të komunikosh me këtë fëmijë. Do shkosh në takim me prind. Tani të lutem, nuk gjejmë kohën as për shkuar në takim me prind për të pyetur çfarë ka ky fëmijë. Ka një mësues e cila reagon për fëmijën tënd. Pra, ti e shikon fëmijën, se fëmija nuk është se në shtëpinë tënde jeton vetëm, ti nuk e shikon çfarë bën. Do ulesh të hash me këtë fëmijë, do e kontrollosh bëri dush, bëri detyrat, po ja pra ku ke momente për të folur. A nuk mundesh të flasësh cilësisht? Ky është problemi jot, si prind, atëherë kërkon ndihmë. Por gjithsesi, nëse s'komunikojmë, ku ja dim në hallin fëmijës tonë? Nëse ne nuk ja themi, unë si prind e di shumë mirë që zjarri të djeg, po i them fëmijës mos e fut dorën në zjarr. Pra kjo është detyrë bazike, nuk mund të harrojmë detyrat bazike të prindërimit. Ne ta marrim prindërimit të mirëqen. Erdhi ky fëmijë në jetë do rritet vet. Po jo pra. Prandaj fëmijët vinë me prindër në jetë, nuk vinë vetëm. Absolutisht. Pra nuk qëndron kjo. Kemi nevojë ne si prindër të sfidojmë veten tonë, sepse ata kanë ardhur në jetë, kanë nevojë të jetojnë. Marim dhe komentin e zonjës Hoxha, që tani jemi okay. Atëherë po ju thoja që syri puntatës parë, kështu që ajo që edhe të thoja dhe të vija shumë në dukje është që rrjetet sociale, sepse nis çdo gjë, problematika nisi në krijimin e një profili pa shumë content ose pa qëllime dashakëse. Facebook, Instagram, TikTok ose gjitha tërësia rrjeteve sociale nuk është se të gjurmojnë që në fillim fare që ti do krijosh një account dashakëqes ose një account për ndjekës. Megjithatë të dhënat që neve marrim, krijohen dhe pastaj shihet në kontekstin dhe në vazhdimsinë e përmbajtjes së asaj faqes si mund të jetë denigruese ose jo denigruese, për sa i përket palës së gjurmshme. Prandaj duhet të them që në Facebook për momentin nuk është se ka, ose në çdo rrjet tjetër social, nuk është se ka kufizime që kjo kanë do jetë dashakëqes apo jo. Varet gjithmonë nga vazhdimësia dhe ngelemi ne si individ ose më saktë si përdorues që të gjurmojmë këto gjëra. Pra që do të thotë. Sa i lehtë është, sa i vështirë. Shumë thjesht reporti. Realisht po, realisht shumë i thjeshtë. Shikoj, neve funksionojmë me disa lloj mekanizmash, që është momenti që ne e shikojmë, pra e zbulojmë, e raportojmë deri në mbylljen ose bllokimin total të dhënave, që roli më i madh i përgjithsisht qëndron tek individët ose ne si aktor ose si përdorues të këtyre rrjeteve sociale ose të gjitha kontenteve që neve na duken jo të papërshtatshme. Që janë të gjurmshme, po janë të gjurmshme. Pastaj, gjurmshmëria unë si eksperte, jo, Enita doja të thoya si ka mundësi që gjurmohen, mbyllen dhe më pas rihapen prapë. Çfarë ndodh? Ja ta shpjegoj. Gjurmëshmëria lidhet gjithmonë nga masat e sigurisë që mund të ketë marrë krijuesi që në momentin që krijon faqen, që mund të jetë gjurmëshmëri e lehtë ose gjurmëshmëri pak më e vështirë. Kur flas për gjurmëshmëritë e lehta, do të thotë që është thjesht një account që hapet ose një faqe që hapet, është një adresë emaili shumë statike, pra që nuk ndryshon vazhdimisht, përdorë një username që mund të jenë real, pra i mund të ketë lidhur dhe adresa të tjera ose të dhëna të tjera, që neve i bëjmë akoma dhe më të gjurmshme, më të lehtë. Vendodhjet për shembull që mund të jenë në real, në kohë reale ose pajisja me të cilën mund të jetë lidhur në kohë reale ose nga interneti ose nga Wi-Fi dhe kemi dhe më të lehtë. Pastaj nëse ai mund të përdorë masa të rënda sigurie, siç mund të jetë virtual private network, që është menaxhimi ose manipulimi i lokacionit tënd real, atëherë kemi pak më të vështirë. Këtë mund ta bëjë një njeri i cili ka po që është në një nivel shumë të lartë. Megjithatë, di çfarë më shqetëson më shumë, më shqetëson pjesa tjetër, pra nëse është bërë dëmi. Jo, nëse është bërë dëmi dhe pastaj për të gjetur se kush qëndron prapa këtyre profileve, pra krimi kibernetik sa të lehtë, sa të vështirë ka për të kuptuar se kush qëndron prapa një IP-e dhe për ta vendosur para drejtësisë. Ta japim përgjigjen? Po, s'ka problem. Është tema e vështirë që kemi të bëjmë me njerëz zot. Zakonisht këto lloj faqesh kanë njerëz ignorantë. Po, janë profan, po. Se po të kesh njerëz zot, pothuajse pamundur t'i gjesh. Pothuajse pamundur, nuk ka shanse. As me do marrë një pajisje tjetër telefoni që ti s'ma gjen dot, do më gjesh lokacionin në Tiranë, po do më gjesh me 3 antenat ku jam ke kjo zonë. Kaq. Futem me VPN, s'më gjen dot kurrë. Kemi lloj forma që ti nuk më gjen dot kurrë, sidomos me policinë kibernetike që kemi ne. Po rajon një çikë sepse na ste për të shkuar për të bërë denuncim pas. Por ti faqen e mbyll. Okej. S'ka rëndësi për atë pjesë, ti faqen e mbyll shumë kollaj. Siç ta mbyllën e profilet njëri kohë patronazhistët, më fal se për gjysmë politike. Po pse mo avokat na çove prapë tek politika, pse na çove tek patronazhistët? Siç na mbyllën e profilet pa pikë problemi. Dinim shanim Lalin apo njerëz të tjerë,
ashtu mund të mbyllësh çdo lloj faqe. Me report nga pas, kur ti ke element denigrues në atë profil, atë faqe mbyllet. Nuk është problem. Fotot që i kanë, pra, a mund të rihidhen sërish? Faqe, a mund të rihidhen faqe tjetër. Një faqe tjetër, pra, mund. Sepse është ajo ideja në që se të shtuar. Hetimi, kur ti bën një denoncim, ai polici do vi do të kapi, do të thotë, zonjë dashur, po, kujt e ke dërguar këtë foto? Filanit, do shkoj të kapi filanin, shumë e radhë do shkoj deri në fund. Programa informatike është shumë e vështirë ta gjesh në këtë formë. Ne kemi shumë pak marrëdhënie, do të thonë prokuroria jonë me metën, që të kuptojmë. Do të thonë shumica e rasteve nuk pranon meta të jap informacion, sepse nuk din të bëjnë shkresa siç duhet, e para, dhe e dyta është që mund të keq përdorur këtë informacion që jep, se ti mund shkosh marrësh kundërshtarin tënd politik, po marrim rastin tjetër që ti kërkosh metës të heqë dhëna apo ti marrësh dhëna. Pra, meta ka ca kushte që të japi ty dhëna për individët, apo TikTok apo të gjithë me radhë. Duhet kemi me ekspert, ne s'kemi ekspert tillë në policinë tonë shumë, janë pak, mungesë edhe e rrogave, normalisht, ai që është ekspert të fushë nuk më shkojt punoj. Është edhe vështirë sepse është një fushë që avancon me hapa avancon si fushë, edhe fëmijët tanë sot kanë avancuar me një hap me fushën, është një çik më e vështirë për të ecur me hapat që ecën krimi. Megjithatë, zonja Hoxha, ju keni patur një rast që ju ka bërë përshtypje ndoshta që ka dashur ose ka kërkuar ndihmë tek ju, rast që ju ka bërë përshtypje nga pesha që ka patur, ndoshta mosha, nuk e di. Raste konkrete personale të mia në fakt jo, por kur kam dëgjuar të tjerët, të cilët kanë pasur situata të tilla dhe si do veprojnë, sidomos prindrit, sepse kanë shumë të vështirë për menaxhimin e fëmijëve nga mosha 10 deri në moshën 13 ose 14 vjeç. Gjithmonë u them që edhe nëse nuk keni njohurit e duhura, unë individualisht, për shumë, mund t'i referojmë në mënyrë se si ata mund të mbrojnë ose mund të përdorin rrjetet sociale. Shoqërit, ne përshikojmë që ideja e këtyre minorenëve rreth e përqark kanë njerëz më të rritur dhe duan të imitojnë ata me idenë të paturit më shumë followera në rrjetet sociale, e të qenurit më dukshëm, e gjitha me radhë për të marrë këtë famozitetin, domethënë. Por që harrojnë nga ana tjetër se sa i dëmtojnë ata. Dhe unë vazhdimisht u them, sidomos prindërve, që është impakti kryesor që kanë te fëmijët dhe ndikimi kryesor që kanë te fëmijët, që të monitorojnë rrjetet e tyre sociale ose pajisjet e tyre, sepse realisht rrjetet sociale kanë të integruara shumë algoritme inteligjente, të cilat mjafton që juve të ndiqni hapat njëra pas tjetrës, mund të dëmtoni veten tuaj pa e kuptuar. Dhe realisht duhen kontrolluar këto gjëra. Zonja Hoxha, rikthehemi sërish të diskutimit. Po mendoj, ta plotësoj pak këtu, domethënë ne kërkojmë prindërve të monitorojnë shumë e drejtë. Po flisni pra se është më e thjeshtë, se është më e vështirë për se monitorim. Nuk besoni, domethënë, për prindër po themi që s'kan shkollimin e duhur, domethënë është shumë e vështirë ti kërkojmë. Është perfekte ajo që po thua, jam krejt dakord. Po e kupton sa shumë është në krahasim me bazikën që ne duhet të komunikojmë. Që duhet nisi nga aty, duhet nisi. Ketë edhe mund të jetë prindi që do të hyjë në një diskutim apo me fëmijën. Jo, mund të ketë fëmijë, besoj, që edhe mund të mos duan të tregojnë për atë çfarë mbajnë në rrjetet e tyre sociale. Jo, doja të bëja një pyetje tjetër dhe më pas do kalojmë direkt tek Vox Pope sepse kemi marrë shumë përfitore kalamaj që kanë përpara gjithkohën. Doja të pyesja që a mundet prindja apo ja cënon privatësinë e fëmijës edhe nëse e merr atë telefonin mbase pa të drejtë edhe pa dijenin e fëmisë për të kontrolluar diçka. Domethënë këtu dal unë do të thoja që prindi ka të drejtën ta bëjë, po nëse kjo quhet privatësi, cënojeni prindër sepse po garantoni sigurinë e jetës së fëmijëve tuaj. Pra, privatësia është deri tek pika që më falë, fëmija ka nevojt e veta intime në banjo, të bëjë çfarë të dojë se është trupi vetë, mas tja ke shpjeguar e çfarë bëhet me trupin, prit të lutem se fëmijët bëjnë edhe gjëra të rrezikshme, dhe pastaj për sa kohë ka të bëjë me sigurinë e fëmijës, me mirëqenien e fëmijës, nuk ka lidhje fare. Edhe kur flasin për një 14-15 vjeçar, zonja Koçobellini, sepse ka një personalitet të formuar, një 14 vjeçari nuk ja kontrollon do telefonin siç mund ja kontrollosh një 10 vjeçar. Akoma dhe është përgjegjësia e prindit, kështu që kjo është pika ku prindi duhet të bëjë sigurinë e tij. Nëse sa kontrollon dot. Ose mos e blej telefonin, po dalim në një prapë ndaloni të drejtë, domethënë, kështu që për sa kohë fëmia deri më 15 vjeçar është përgjegjësia e prindit, prindi ka çfarë do lloj gjëje të detyrueshme për të përmbushur për sigurinë e atij fëmie. Privatësia është jashtë si term. Të jap një shembull. Unë kam vajzën 9 vjeç. Po. Kuptoni. Me të voglën time. Dhe ka tabletin që shef YouTube-in e vet. Mua më vjen në telefon tim që shef, pra unë kam vendosur filtra të tillë që çfarë i lejoj të shohin në YouTube. Pra unë bëj paraprakisht, nuk kam nevojë shkoj të marr laptopin, t'ja kontrolloj çfarë bëri apo tabletin apo telefonin. Avokat, po sa e din këtë metodë prindrit në vend, në Shqipëri. Problemi është për shembull në shkollë ajo pa ti akses të telefonit dikujt tjetër dhe pa informacion që s'do ta shikonte.
Pra ti nuk e kontrollon në këtë pikë, që ke nevojë t'ja shpjegosh sa gjëra. Normal. Unë bisedoj me ti me bi që 2 vjeç, që të kuptohemi. Ndërkohë që do të vjojmë diskutimin, por do ndjekim edhe një insert, I cili ka të bëjë me mendimin e qytetarëve për sa I përket kësaj çështje, e të shohim një herë se çfarë thonë, nëse ka pasur apo jo raste të tilla. Je në djeni për të faqet falso në Instagram që janë hapur si në Korçë, si në Fier, në të cilat janë shpërndar video dhe foto intime të vajzave? Po, jam në djeni për këtë. Që mendimi ke, kur e dëgjon? Po shoh që kohët e fundit bullizimi në përgjithësi është përhapur te mase dhe kjo mendoj se vjen nga rrjetet sociale më shumë, pra në rrjetet sociale dhe në televizor në përgjithësi po promovohen shumë antivlera, personazhe publik që nuk kanë asnjë lloj vlere që çfarë t'i japin kësaj shoqërie, por marrin famë dhe bëhen të famshëm për asnjë arsye dhe të gjithë të rinjt marrin shembull nga, domethënë po vërej që merret shembull nga këto antivlera dhe kalojnë në bullizim, në ofendime, në sharje. Bën ndonjë palë fajtore, mendojnë që janë vajzat që dërgojnë foto dhe video intime, apo personi që ka përgjegjësinë për t'i mbajtur ato video? Mendoj se të dyja palët kanë pak faj, me thënë të drejtën, sepse edhe vajzat duhet të jenë shumë të kujdesshme se si I krijojnë marrëdhëniet e tyre me çfarëdo lloj partneri apo personi. Por në asnjë mënyrë, sido që qoftë situata, në asnjë mënyrë personi që I posedon këto foto nuk ka të drejtën kurse si që të bëj shantazh, domethënë të ofendoj dhe të denigroj figurën e një individi, po. Po ju vetë ju ka ndodhur që të ndiqni apo të ndiqeni nga këto faqe, apo si ja keni iden? Të ndjek jo, nuk është në interesin tim, por të ndiqem po. Po. Janë të shumta. Deri diku kohët e fundit po, se më përpara nuk ka qenë kështu, po kohët e fundit po. Shumë pak e kam dëgjuar, shumë e rëndër si rast, se mos keq përdorimi I materialeve që janë personale, janë intime. E rëndësh, po ka të bëjë vetëm me pjesën e dënimit ligjit, po ka të bëjë me pjesën personale se sa është kulturë e vetë qytetarëve. Nuk ka rëndësi vajza apo djalë, ka ai që I shpërndan, sepse ato janë pjesë intime që ndodhen midis njerëzve, por prandaj dërgohen personale, janë intime. Pra problemi është ai që e shpërndan. Ju vetë njihni ndonjë rast nga afër, për shembull, ka rastisht që dëgjoni një rast të njohur? Jo, s'm ka ndodhur ndonjëherë ta dëgjoj nga afër, po nuk është se e përjashtoj, janë gjëra të cilat ndodhin, jo gjithmonë bëhen publike. Raste konkrete është bërë publik? Nuk mendoj se është një veprim I duhur, sidomos nga gocat për gocat. Nuk di të them fiks një mendim për këtë pjesë, pasi gjithsecili ka karakterin e vet dhe mendimet e veta dhe mban përgjegjësi për veprimet e veta. Kështu që besoj se të dyja palët janë disi fajtore për mendimin tim. Por megjithatë, mendoj që këto janë gjëra personale të gjithkujt. Dhe nuk është nevoja që njerëzit të shpërndajnë materiale të cilat janë dërguar në mirëbesim. Mendoj që mungon edhe mbrojtja e individit në Shqipëri, domethënë ligji nuk është se funksionon si duhet, ndaj edhe ndodhin këto fenomena me rrjetet sociale. Nuk mendoj se mungon mbrojtja, për më tepër se sa rrjetet sociale kanë marrë një hovë kohëve të fundit dhe po qarkullojnë jo vetëm foto intime për gjëra, po dhe informacione që nuk janë të vërteta, pra shkosa rrjetet sociale nuk kanë një kontroll. Vajzat, qose tregojnë foto. Duhet me I besu ati si t'ja qojnë fotot. Për mua është një gjë jo normale. Se gjithë kush ka motra, do të mendoj si për vete. Pse ta hedhë një foto të dikujt, se unë kam motra për veti, kam mamë, kam babë, kam familje, kam koshrina, pse ta hedhë? Unë them që vajzat që I tërgojnë ato fotot, se them drejtën që vetën ato e kanë. Ata e bëjnë vetëm për qef, vajzat kanë zgjedhjen që mos ta bëjnë. Ata po gjithsesi ato e bëjnë. Ato që merren me këtë punë që I dërgojnë ato, çdo njeri edhe gënje, se t'ja shesh një fotot një vajza, edhe gënje, tot mosha të reja, po gënjen edhe të vjetrit.
Po, ato që i bëjnë këto punë, ato mendimi im është e duhet... Ata që i shpërndajnë fotot? Po, ata. Është interesant sepse kishte disa argumente që më bën përshtypje për t'i diskutuar, po e nis nga më i fundi që thoshte vajzat e kanë fajin vetë që çojnë foto edhe pastaj duhet marrin parasysh pasojat. Po edhe kjo pjesa e të bërit me faj se dërgojnë foto. Jo pra, se po djem që e kërkuan foton apo s'kan faj ata, domethënë. Me sa duket jo. Jo pra, se kjo është qasja shoqërisë tonë. Megjithëse unë nisa me përshkrimin dhe thash, fëmijët vetë nuk duhet të çojnë foto. Këtu përfshihet të dyja gjinitë. Po. Sepse ka ndodhur edhe për djemt. Pra, nuk është e thënë, kanë dërguar dhe djemë foto nudo dhe kemi pas, ka një rast të fundi që po themi abuzon, ishe dashura dhe nxjerr fotografit nudo të djalit. Që është po prap njësoj, për mua është fakti që ti nuk ke pse i beson privatësinë tënde dikujt përmes tyre mediave dhe përmes tyre mjeteve. Kaq. Pastaj që e kanë vajzat fajin, jo, sepse e kanë baraz dhe ata që e kërkojnë. Mundësisht ata që e kërkojnë, po kërkojnë me keq dashje në këtë pikë dhe janë shumë më të këqij në këtë rol, sesa një person i cili për një arsye besimi, për një arsye dobësie ose në atë moment, për një arsye të mos ndjerë dashuri dhe ngrohtësi sa duhet nga familja apo nga dikush, po bie prej e jotja. Ti që je keqdashësi dhe po e bën këtë me keqdashje, je shumë më shumë fajtor për këtë gjë që po krijon pastaj mbrapa. Kështu që mos ta kalojmë te roli që vajzat e kanë fajin, jo. Fajin e kanë të gjithë ata që duan të bëjnë diçka me keqdashje. Enida, avokati pak më parë tha se ka vënë filtra në smartphone-in e vajzës së tij, ndërkohë që shumë prindër ndoshta nuk e dinë mundësinë dhe ekzistencën e këtyre filtrave që mund t'i vendosin për telefonat e tyre, në smartfonat e tyre, dhe më pas të kenë një mundësi për të qenë më të sigurt për atë çfarë fëmijët e tyre mund të navigojnë në internet. A kanë dieni, a ka filtra të tillë, a janë filtra të cilat blihen, pra janë programe të cilat blihen me pagesë, çfarë duhet të dim? Atëherë, për sa u përket prindërve në lidhje me monitorimin e fëmijëve të tyre dhe pastaj të kaloj pak tek ndërveprimi nga ana e minorenëve. Për fëmijët, për shembull, prindit po, ka software të cilët mund të blihen me pagesë shumë pak, ose dhe falas për periudha monitorimit 3 mujorshe, ose më pak se 3 mujorshe, të cilat shikojnë ndërveprimin e gjithë aktivitetit që kanë fëmijët në rrjetet e tyre sociale. Nuk i lejojnë të shkarkojnë asnjë lloj gjëje në momentin kur i kërkohet të shkarkojnë gjë pa marrë miratimin e prindërve, dhe për çdo kanë një kod identifikues, i cili mund të jetë numri i telefonit të prindërve ose ID-ja identifikuese ose Face ID-ja e prindërve. Gjithë të cilat ka, edhe pa qenë nevojë pa shumë pagesa. Do themi që nuk jemi në dieni të këtyre gjërave. Vetë Facebook, Instagram, apo TikTok, apo çdo rrjet i mundshëm social, ka të inkorporuar edhe filtra të tjerë të cilët të diktojnë ty në qoftë se ajo përmbajtja që ti ke, po hedh ose po shikon, është shumë sensitive ose shumë denigruese ose shumë kërcënuese. Ose plus 18. Eksakt, ose shumë sexual information. Ta jep mundësin dhe është ti si përdorues ose ti si user ketë dhe ta raportosh atë gjë. Neve kemi çdo lloj reklamash të tilla që na dalin në rrjetet tona sociale që bëjnë ndonjëherë dhe shumë të bezdishme. Keni një opsion fare të thjeshtë që thua ky është shumë informacion për mua për ta marrë ose po mbezdis si informacion, i cili ka hapësira për të raportuar dhe për të bërë dhe monitoroj çdo gjë. Ndërsa për sa i përket pjesës së minorenëve, të cilat si ndërveprojnë ata brenda rrjeteve tyre sociale, po, ka filtra. Dhe rrjetet sociale kanë politika goxha të rrepta, pavarësisht se sa të hap një për pjesën e një adresë absolutisht po, që mundet. Ai mjafton të ketë një numër telefoni ose një adresë emaili që mund t'ia marrë prindërve ose shokëve ose kushurime, ose e hap se tani s'mungojnë mundësirat për të hapur një adresë emaili dhe e ke çdo gjë gati. Ke një adresë të hapur që mund të bësh edhe të postosh çfarë të duash ti aty. Avokat, nëse flasim me gjuhën e ligjit, çfarë ndodh për ta kthyer pak edhe te ky rasti? Rasti i Korçës që kemi 17 dhe 19 vjeçare, në raste të tjera që i kemi edhe më të mitur se saq. Çfarë ndodh me ligjin për ta me këta individ përballë ligjit për ta kuptuar, si flasim për minorenë? Folëm që janë të lirë. Po, në këtë moment, çfarë do të thotë? Nuk janë të padënuar, nuk kam mas sigurimi personal, mund të jetë me detyrim paraqitje, mund të jetë me një garanci monetare që ne nuk e dim, mund të jetë vënë një mas. Nuk ka pse të rinë arrest me burg, pra pse do të paguajmë neve më shumë për ta dhe t'i ulet 50% e dënimit, se një ditë në paraburgim është 1.5 ditë në burg, kur në fund fare të marrin dënimin për katër, se dënimi si thash më parë varion nga vepra që do akuzon, nëse është shtyrja në vetvrasje, shkon deri në 7 vjet burg, shpërndarja ose prodhimi i pornografisë me fëmijë shkon deri në 10 vjet burg, ndërhyrja në rrjetet kibernetike lloj-lloj. Në këtë rast ku e klasifikojmë këtë nëse ka pas tentativë vetvrasje, jemi ke vetvrasje. Po kemi të dyja bashkë. Ai qartë. Edhe konkurrojnë bashkë të dyja, se janë dy vepra. Mund të kesh bërë edhe 3 vepra. Më pas se mund të kesh hyrë në një formë tjetër duke marrë të dhënat personale dikujt në telefon. Pra nga jashtë pa e ditur, nuk t'i ka dërguar. Se këtë duhet dim që ne s'do t'japim pasuardet gjithandej, se ne gjithçka i bëjmë accept, japim çdo dhënë. Ta merr edhe vetë, nuk është se do të thosh ti. Pra ka forma.
Por to do dënohen që çka me të. Gjendja e lirë sot është para se të dënohet, se ne kemi prezumimin po kjo duhet sqaruar avokat sepse ndodh shpesh që ty gjëm në këmbë s'ka asnjë problem dhe o burra parimet bazë të së drejtës është parim prezumimi pafajësisë. Po, deri derisa dënohesh në vendim farmaceutik e pafajshëm. Çdo mbaj në burg. Ne sot kemi fakt prokuroria jon se këtu është problemi pse shikuesi thotë janë të lirë. Prokuroria jon çdo lloj vepre tjetër penale fut në burg. Për një cigare hashash, ti ke njerëz që rrin në burg para burgim nga një vit. Që do t'ishin fare në burg. Pra do dalim le dënohen fund, po s'ka pse të rinë para burgim. Edhe njerëzit janë mësuar që ti sa që arrestohesh do të rish në burg. Nuk ka lidhje. Dënimi është tjetër fazë, kemi fazë paraprake të gjykimit. Është me interes për ta sqaruar për çdo keq kuptim, ëh. Sa duket shqiptarët ende nuk kanë kuptuar mirë këtë që sapo avokati tha, për aq kohë sa një faqe mbyllet, dy vajza dënohen, lirohen dhe një faqe tjetër hapet, siç është rasti i Fierit ku vazhdojnë edhe shantazhojnë vajzat të tjera. Pra nuk duket se kur do të marrë fund kjo gjë. Sepse kanë përshtypjen dënimet duhet jepen siç duhen dhe mos zgjasi pafund kjo faza e vlerësimit edhe kjo liria pafund me thënë drejtën edhe në këndvështrimin tim, për dikoj që e dëgjon, thotë e po mirë se s'ndodh ka gjë. 2 javë aty u bë një çike dhe ai kaloi, unë mund të bëj çfarë dua, kështu që kemi nevojë pak si drejtësi të veprojmë pak më shpejt, edhe të japim ato dënime që duhet, që patjetër unë jam pro para burgimit në të tillë rast. Por që një dënim duhet të kenë patjetër për të mbajtur përgjegjësi serioze përballë çdo jetë vajze që kanë dëmtuar në këtë situatë. Megjithatë, zonja Koçebellin duhet pranojmë që gjërat kanë ndryshuar shumë, sepse nëse flisnim dikur që ishin djemtë ata që bënin shantazhe, tani kemi vajza që bëjnë shantazhe që kush e kishte menduar. Në kohën time që unë nuk jam shumë larg, po jo dhe shumë afër, të mendoja, po them, shokët apo shoqjet e mia të klasës 17 vjeç të bënin një gjë të tillë, ishte larg mendja. Sigurisht atëherë s'kishte telefona dhe s'kishte aplikacione, po kishte një formë tjetër të pra, me forma tjera, po prap, 17 vjeçar dhe 19 vjeçar të rrezikojnë deri në këtë me pasoja deri në vetvrasje. Mua vjen shumë keq. Çfarë ka ndryshuar? Mua vjen shumë keq me punën e madhe që po bëhet për fuqizimin e grave, kanë filluar dhe po konkurrojnë dhe po lënë pas burrat përse tek qija. Kështu që kjo është e gabuar dhe po na ndodh në disa aspekte, jo vetëm në këtë profil. Edhe e shoh edhe tek të rinjt. Domethënë ky fuqizimi i grave kuptohet si duhet bën burr. Po nuk është e thënë e tillë. Pra nëse tek burrat apo tek meshkujt ne diçka e gjykuam të gabuar. E guximshme kjo. Nuk është shumë, do e them. S'ka problem, do e them tek këtë gjë, po prap, sepse kështu e besoj vërtet. Pra ti mund të jesh e fortë duke qenë grua dhe mund të jesh i brisht edhe duke qenë burr. Pra nuk është e thënë patjetër të konkurrojmë pikërisht mes sekseve, sesa mes dijeve dhe aftësive tona. Kështu që unë këtë e shoh dhe e shoh edhe tek brezëri. Pra duan të jenë të forta duke marrë rolin e pjesës tjetër dhe ky është po prap një shembull i kopjuar gabim. Që, ne përshojmë, ato shajnë, pra ne kemi vajzat reja sot që shajnë me një fjalor që i lejnë meshkujt pas. Parakalojnë ku së mbanë mod, do me thonë, edhe, po nuk është kjo ajo që ne synonim. Nuk është kjo ajo që sjell fuqizimin. Pra nuk është shkëmbimi i roleve, ajo që duhet arrihet, por forcimi jot në ato që ti ditë bësh më mirë. Dhe këtu kemi gabuar, pra këtu kemi gabuar. Por, shiko, edhe pse gabon njeriu duhet të rikuperojë pastaj të kuptojë që kjo nuk ishte ajo që synuam dhe duhet jemi në shina të tjera për që ato vajzat e gratë të fuqizuara dhe ata burra apo djemë të fuqizuar. Unë besoj që i dham mesazhet e rëndësishme për këtë argumente dhe uroj shumë që është pak sfidë kohës kjo, është pak e vështirë që të mos ndodhin më, por të paktën të dihet menaxhohet më mirë nga vetë fëmijët, nga prindrit apo shkollat. Të gjithë jemi me zë ngritur, bashkëpunuese dhe jo indiferent. Faleminderit shumë. Faleminderit në studio, shumë faleminderit edhe edhe me këmbë të mbarë. Sukses. Faleminderit. Edhe besoj që kanë fjalën tuaj që do të jeni sërish përgjatë këtij sezoni për tema të tjera. Ndërkohë që ne do të shkëputemi për pak çaste për të kaluar linjën në regjisë, edhe më pas kthehemi me një herë në studio me një tjetër të ftuar.